Pozë të dëshminë të cilët dëshmitonës e dëmtuara, Violeta Bulgaku, Violeta Bulgakona. Përse mikrofonit, me cilësire dëshmitonës, në një me tregu të dhe nuk gëzon e eshtë asgjë për kërëkomët e rostit, të cilët të trashtrojnë pyetje. Edhe me shtullori shtetit, mbrojtës e viktima, avokatën mbrojtës dhe të akuzuar, po ashtu dhe të u gjyku si me blokotje, ashtu dhe në drejtë minë krejtë, se e besojmë që nuk janë objekt të shukimit. Në rrasë të shokën të pyetje, për ju nuk të dëmton integritetin personale, familjar, apo e vëndje vetën me përgjigje para këtë trupe, apo vepër penale, nuk i ketë obligim me u përgjigj, për të pjesë të trupit gjykues. Se kupton, nuk ka shëll, pastaj me një përgjigje. Deklarimi e rreshëm është vepër penale si pasojë mund të akuzosh dhe të gjykosh nga gjykatari në rast se të gjehet fajtor. Pas kësaj e ftoi prokurorin e shtetit në pyetjet e drejta. E lindur me datën 4 majt 1980. emri babës, Emen. Emen Sadje. emri e vajzërisë nomës, Trena. Ju jeni bashortja e Të ndjerit, mami. jeton në rrugën Ismail Raka. të banin të shumë dhe personalismaj, e rraka numër shtetit, Banesa Komplet Sinasa. Një atësë është. Numëri 3. Andrej, što? Zero je vrade ti në Fillimisht, nëse mundim na tregu lidhur me këtë rast. A keni dhënë deklarat do prokuroria për Po, ku më dhamë deklarat. Në polici, në prokurori. A të shëndrëmi pra në të deklarime që keni dhënë më herë? Prokurori 2. Po, qëndrën. Fillimisht nëse nuk është na tregu pak lidhja jote me mamin, të ndjerë mamin. Me Muhametin na martu me 11/11/2022 deri ditën e vrasjes. Kemi jetu në banesë në rrugën Idris Seferi në 2022. Gjatë kësaj periudhe bashkëtesës që i ke posë me mamin, a më është nga tregu pak për raportin tanë si bashkëshot që i ke posë? Më thonë, ato raportet tua që kanë ekzistuar mes teje dhe Raportet mes meje dhe Muhametit kanë qenë shumë të mira. Unë me Muhametin kur për probleme asnjëherë, asnjë fjalë nuk kemi pas. Ka qenë një dashni edhe një respekt i ndyashëm. Shumë. Muhametin e kam njohur prej 2003, kur ka qenë punë policë që ka fillu, edhe unë punoj për 2003-s. 2004-s kam fillu punë, prej atëjt e kam njohur si policë, zyrtar policor.
Dhe për atë të njohë si njëri shumë i mirë, shumë i kujdesshëm, shumë i sjellshëm, kur një janë një fjalë, nuk e kam dëgjuar për ta. Të përmend këtë fakt, njëri i kujdesshëm, njëri i sjellshëm. Shumë. Duke di që njëti ka pas një pozitë, si zyrtar Po, policie, po. specifikat profesionale. Sioni. A ka ndonë ndonjëherë që Muhameti bisedon me ty, shkosh tek ti ndonjë situatë kur ai ka mund me qenë, domethënë me një parkur në një situatë kur ka qenë më i sikletshëm ose çka do të thotë që ato e ka bërë diçka, domethënë a ke bërë te karakteri i tij diçka që ka shposhtë që shposhtë në Jo, nuk e kam bërë asnjëherë. Një diçka që ka në shpem ka tregu, diçka për punë, nuk kam bërë. që ka pas një problem në punë ose diçka tjetër. Problem apo shqetësi, nëse ka pasur. Po që e ka si Shtëpi. Jo. po i ka ndodhur. E shtëpit me punë të shtëpi, familjes, kam qenë dy gjëra të ndryshme. Vetë në sen që ka mujtë më tregu, ka qenë kur e këmë thirë, për darkë me angër që s'ka mujtë me ardhë, më ka tregu që për shkas së to, kam qëtë raste, kam qëtë vjedhje, ose kam qenë Vetë ku e ka thirë për to gjatë punës, ka pas raste ku vi se kam qëtë probleme, kam një rast. Po se ka tregu, Jo, më dhe ka tregu. Rastin e fashisë, ka fletushka që i ka pas si që është rasti i tij. darjes e fletushka 2 ditë para vitit të ri në 2023. Por kundër pritjes vitit të ri, nga ona e Kundër festimet të vitit të ri, që ka ndodhur në rastin e Kaçanit. ka qenë e pa. Në rastin e rejonit për abdonimin, edhe ato e di që pasë. Po të përmend rastin e Rejhanit, sa i përket veprës penale të Po. Në periudhën kohore prej 1 javë, 2-3 ditë para ndodhjes aktit procesi. A ka bisedu diçka me ty, ose atë ka shposh diçka te te, a ka prezentua, ka shposh diçka te te, a ka bisedu diçka lidhur tjetër, përveç këtij që do përmend rastin e dënimit. Jo, S'ka jo. përmend kush. jo, që Nuk ka shposh në familje. Pas broses së bjerë nga Amerika, janë arrestu persona që sërgën të rëzat, i mituri edhe këta persona këto. A i ke njohë më herët personat e lartë se, nëse i ke njohur njëjtit, që i ke njohur? Po. Mas janë arrestu këto thot për preshtem, edhe më nga ashtit nuk e kom njohë. Të tjertë i kom njohë shumë mirë. Shumë mirë. Të mund, djama ndashit. Kur të thuj të njohë shumë, çfarë po kiki, që i ke njohur? Konkretisht në atë kohë, në kohë, nuk i konë se kohë, nëse që ti ke njohë të persona, po ke thuj të njohë shumë. Po. Unë e kom punu market, Desa, Kaçanit, afër xhamisë, prej 2004, 16 korrekt 2004 deri Sa? Prej 16 korrekt, cili është
për afër xhamisë nga viti 2004 deri vitin 2023 tetor. Dhe 2024 janar fillu punën prap afër xhamisë në Vesërunian. Ndërsa në janar të vitit 2024 kam fillu punën në një lokal afër xhamisë Vesërunian, ku e vazhdoj edhe sot punën e tij. Edhe sot. Aki Belen, Relen Muratin, Shkëlqen Kukën, i kam njoft si klientat në lokal, që dy vendet e punës, edhe që janë praktikus ekstrem të fesë. Ekstrem. Ekstrem. Po, Batan Qakën e kum njoft për vepra penale, vjedhje, si person të veprave penale të ku ata akte ka kry shumë herë edhe në lokalin ku punën. ka kryer edhe në lokal shumë herë. Po, shpesh ka ndodhur. Po. Si fëmijë ku e gjatë. Edmond Likën e kam njohur si punëtor që ka punu në lokalin në fshatin Shtraz, që u konë në emër i Joni, në emër të Muhametit. Po, pronë e Muhametit, Likës. Ky ka punu në vitin 2021-2022. Edhe sa i përket Edmondit, po përgjithësi veç Edmondit ma shumë, një ditë para arrestimit këtyne. Unë kam qenë... Jo, është... Po si e njo në qëtë mënyrë si punëtor që ka punu të na, aty po është edhe një fakt që du të ceki, lidhje që lidhet me këta. Te lokalin Shtraz, kam shku një ditë para arrestimit këtyne. Ta shqab më së du më tu lokali. Atu shë që lokali u thuj. Edhe në lokal ka qenë një fjok me qels. Edhe Muhameti gjithmonë ka shkrut në të fletore, borgje, faktura, gjona që i ka majtë evidencë. Edhe atë fletore ka shkrujt veç vetë dhe vetë i ka shkrim fjok me qels se ka majtë. Edhe ajo fletore u thyj atit, nuk e di kur u thyj mesës lokalit, po u marë. Po, se kanë menu që ka në shënim, dhe si pas me e ka marrë Edmundi. Se e ka ditë që ka punu aty dhe ka ditë që shkrun ai diçka në ta. Dhe jeti, para se të arrestohen të pandemit, Edmond Lika ka shku në lokal, në fshatin Strosh. Unë e kum shku. Unë kum shku me... Se nuk e di sakt kur ka një aty. Unë kam shku dhe ta shikoj Jo. lokal.
lokali ishte I kryer Po, drejtarja e lokalit ishte atë, saktësisht dritarja hapur po, nuk dhe Muhameti ishte një libër me shënime. të mështëria, ha? Po, fakturat, gjonat e lokalit që Me fakturat e gjërat e lokalit të vendosur në një ja, fjok me qes. me qes. Por këtë ka rritë edhe me të mundja. Po, Edmondi ka punu aty, ka punu edhe vetë edhe Vetëm Edmondi, vetëm punëtor që ka qenë aty. Se tjerë s'kan mujtë me ditë. se ishte kultor dhe sipas E, Ky e ka kryer. Se lokali Dhe e ka marrë fletorën po, dhe sot e tutje nuk u gjimë ajo fletore. Se nuk ka qenë ajni kështu se kishin marrë cigaret, kishin mos marrë... më ma shumë se sa që pytë. Në qenë se keni pushime, Po. që këtë fletore ka këtë morë, këtë më një gjithë. A mosh, ose e din arsye, sepse ka mund të amet e fletore. Pas ndryshimet e mia janë se në fletore kanë menu që ka diçka të shkërum aty. Unë dyshoj që mund e ka marrë se të ka mendu që ka të shënuma aty. Aty. Se Muhameti gjithmonë ka marrë shënime për çdo san. Sepse Muhameti gjithmonë ka bërë shënime për çdo gjë. Para ditës kritike, sa I përket personave që janë sot këtu, pak e brejt që të njëti në ndonjë veprim, qoftë ditën kur ka ndodhur vrasja, apo hera tjera kanë qenë prezent rreth objektit tuaj ku keni banuar, apo edhe në vendin tuaj punës ku keni punuar. Po. Unë punoj unë tash është përballë lokalit lindit, Rilend Muratit. Aty unë punoj, kemi përballë lokalit Rilend Muratit. Dhe afërsisht aty kam edhe xhamin, është edhe aty edhe xhamia e qytetit, edhe ka shkoj shumë shpe, është lokali I Akijës. Ke për të shku në punë, ka janë për Po, e sakt. Edhe po, edhe aty çdo ditë kanë qenë ngërmu, po, jo veç këto që janë këtu, po dhe tjerë. Oj ke po, në atë lokal ka njerëz që rrinë para lokalit, në grumë, ngërmu, jo vetëm këta, po dhe tjerë, o para xhamis, o para lokaleve të dëve. Është e pamundur me kalu aty pari ka qenë për mos mu taku me këto. është e pamundur të vedosh atë, ai po Person. Natën t'i Po, përkatësisht paramendores së vaktit vrasjes të shokut të Muhamedit. A mund të kujtoni ku keni qenë? A keni vrejt ndonjë gjallë që vone pazar kam, për juve që sot mund të kujtoni rreth një situat. unë kam qenë atë natë në banesë. Kam qenë në banesë, 15 minuta në 11, ku më dalë në balkon me pi një cigare. Po. Ku më dalë me pi një cigare, edhe me këshur auto ardha I pi punës a jo.
situatë në bazë i iniciativave dhe të shase ato jetë mandeti në Paris. Po. Shita e pjesën. Po. Edhe aty shoh në diçka që e dyshem, që dy persona të ri me kapela në kokë, sjellën po. Ku e ki po? Vesh më në më e qartë dhe shumë. Balkoni jam është përballë lumit. Ku e ki po dhe persona? Ku? Përballë në rrugë, përballë pi balkon. Nga balkoni. Nga balkoni. I shoh poshtë në rrugë Dy persona me kapela të ri. kapele, nëse është me... Po. Apo Jo, kështu, jo, mësi. dy kapele, i shoh dy persona me kapela në kokë. Po. Që sjellën aty parë. Po. Ajo që ka qenë që kom mbërrit. Nëse më me këtu, ose këtu, të përpërman dy persona me kapela në kokë. Ama kapitani pravësisht ata persona, duke në tyne, qoftë gjatësi, qoftë, ose ndonjë në gjyrë qoftë kapelis, të dishka kapitani dishka prej Jo, se nuk i kom qyrë në atë kuptim që mi fiksu kush bësh. Pa i kujtohet. Që shka qenë lëvijit të tyne? Apo në lëvijit, apo të shka, apo që shi kujtohet? Ato kujtohen mu, kanë qenë para hymjes banesës. Kanë qenë një dy vetura, e di që aty, a mu ma shumë sun kujtohet. Karakteristiket e tyre nuk kam mundër i shoh. Cili ka t'je konte? Pestin. Sepse unë isha në kotit e 5 të objektit banësë. Por, që para hyrjes ishin edhe dy vetura. Dy vetura ishin me persona, po të parkuar. Jo, parkum aty, nga banor, po, parkum, po. Por ishin dy vetura të parkuar nga banorët e banesës. Po, Ju keni banun që nga banesë, ose nga pjesën aty. A ju kujtohet, nëse qofta persona që përbanan aty, si i kërbejë, qoftë do shta njëri prej këtyne persone të cilës së janë këtu, a kanë qenë dhe njëherë më herë para vrosës, më amikit, të banisa, ati mrejt, levizit, të banisa, qoftë aty këty persona, po edhe persona konkret që së janë të sotë. Po, kush? Kush? po kam vrejt persona që janë këtu, edhe persona tjerë, para vrasjes, po, para kohës vrasjes, po plasune. Kohës se të vritet Muhameti, Po, unë kam vrejt persona që levizin. që lëvizin edhe kanë jetë. Është në banis një katë manal se na, me një banis Një katë manal. manal që ka nejtë aty. Lartë. Na kemi jetu, po. Aty ka vërënar shumë shpesh, se njëni prej banesës aty është praktikuese dhe ai fesë. Sepse njeri nga banorët e saj është praktikues i fesë. Po, dhe këto shumë shpesh kanë ardhur kanë qëndru aty. Ta, Edhe këta edhe tjerë. të dyshuarit dhe personat e tjerë shumë shpesh kanë ardhur. Para se më do vrasë. A ke drejtë të Muhameti nëse kujtohet, diçka të pazakant, pikërisht një ditë para vrasjes. Po. Një ditë para vrasjes, Muhameti ka qenë në ndrem mazditës. Po. Ka ardhur në banesë rreth orës 11:23.
23, po. Aty e vrej që mekanizmin e shkrepjes së armës e ka të aktivizuar. Dhe aty e vrej që mekanizmi e shkrepjes së armës e ka të aktivizuar. Nuk e kom pyet pse, po e kom rejtë që është diçka e dyshim që s'ka ndodhur asnjëherë. E kam pyet pse, por që më parë kjo Nuk është të ndodhur asnjëherë. Ka ndodhur që Muhamedi ndonjëherë me bisedu me ty, me fije me persona që sa janë të thosh, pasisht të Po, 3-4 vjet para vrasjes, kontinuitetin e qësojta, pastaj ka një pyetjen e fundit, apo fundon edhe pjesën që besoj që do të mund të plotësoj. çfarë? Ka në banesë e forës 23. Aty e kam vërejtë që mekanizmi e shkrepjes së armës e ka të aktivizuar. Nuk e kam pse, por që më parë që nuk ishte ndodhur asnjëherë. Edhe çka po e kthej, e rregulloj armën, në kthejmë në gjendje. po e te kur reagove ti? Jo, Po e vet. jo ai vet, kur e jeki, kur e la të veni aty që e lan kësi zakonisht, e rregulloj. Se të mirë tek vendi i caktuar, ku ndonte orën zyrtare e rregulloj Po, dhe edhe vendosin të vend. Arsentor apo Jo, kështu normal, sërtan. nosin në po, Të thotë, ti nuk e ke pyet. Jo, Por a ka treguar diçka ose ka thonë diçka lidhe me këtë situatë? jo, nuk më ka tregu pushim. unë nuk e kam kujtër se ashtu, por pas ai nuk më ka treguar. Se Do ta përsëris të ne pyetjen që ka bënë apo po përgjigjesh? Po përgjithshme. Po. Të dha përgjigje. Jo, se do të pyetjen që ma vonë e trashëgoj. A ka ndodhur ndonjëherë që Muhamedi me bisedu lidhje me persona të vërtetë këtë edhe në përgjithësi me konë. Po, E një kërën për qatë të sunë. Do të vazhdojmë. Po. Ose A da në momentin me ty Po. për ta, 3-4 vjet para vrasjes, është 3-4 vjet pas e të vitë në momentin, ishëm të kthyer nga qyteti për në banesë, në momentin a vetë, po me Muhamedin. ishi, nuk tyre, ishi, në mes, po, Po, unë i tham Muhamedit, çka kanë këta që po rrinë shumë grumbull, e pyti momentin, çka kanë që ta personë që po rrinë shumë. shumë grundo. Ai ma kthen, për çudi thot, shumë janë të nejtë. Shumë janë. Po diçka ka me kris, po çka se di. Po, diçka ka me kris. Po, çka nuk e. Po, ti përshkru karakteristikat e Muhamedit, Po. qoftë njëtën e përdeshme si bashkëshor, po edhe njëtën e përdeshme në punën e tij që ka posë. Punën që ka posë zakonisht si zyrtar policior. Po, ka qenë një person me karakter shumë të fortë. Karakteri i tij, domethënë, Shumë i fortë ka qenë karakter. momenti ka posë, Shumë të fortë. Dhe shumë i kujdesshëm ka qenë si në punë, si në jetë të përditshme. shumë të forsi, është jetën.
Dhe kush s'ma kish marrë mendja që Muhameti do t'i vjen fundi kështu. Një person si Muhameti një javë fundi kështu. Se s'ka pas fjalë me asnjëherë. Fjalë nuk askan. E përmendë një fakt. Tha që i thash Muhametit pse ka personën gjithë shpërdet. Po, A morën një përgjigje me Muhametit? po, vetëm ta për çudi janë të ne shumë bashkë do kris diçka, do ndodh diçka. Vetëm këtë kuptim. Po, këtë kuptim. Kështu, po. Jo. Jo, më shumë. Kjo thakë se këta persona ka frekentuar shumë afër banesës. Po, Ka ndodhur ndonjëherë në bisedunet e pse si në afër banesës? jo. Këto persona kanë ndodhur shumë afër banesës të tuaj. E ke pyet Muhametin? Jo, ta persona, a ke pyet ndonjëherë? Jo me pyet ata? Po. Jo. Jo. Ta persona pse si në afër banesës? Jo, asnjëherë. Jo, ma ki pyet e tjera? Po. A ka parandjerë Muhameti ndonjë seancë se do t'i ndonë një këtë Jo, suggestive, jo parashikuese. Sa. Jo parashikuese. Nuk po pyet tjera. Shkak që është koha e drekës, më intereson paraprakisht, ashtu apo në drekë. Keni pyetje të shumta apo kemi të rushme? Ja. Që më rëndësi me rrugë të prioritet për shumë. Po, A në bu pauzë në së kryet dhe mirë po e kemi në të shmitosh, dhe poste materialeve dhe zhvillime që po shkojnë këtë sot, e kemi të pamundur në marrë të tretë. Kështu që s'po dy prej tyre të miliru me vazhdu pas të dërturës me njëri nga të shqiptarë. Shtonë dhe bëjmë pauzën të ashtë? Së me nuk amë kërvjo dhe një me bu pak pauzë dhe në tjetë. Se për mu kontinuitet. Se shpytje e mbrojtës, zë në më bëllë, shpytje e krytë, mbrojtje e viktimave krytë, që shekëni jo, ta përsu. Interesi me rrujtë kontinuitet. Me rrujtë se shka e në krytë alfa bëjnë gjithume. Po me thirë qëtër dëshmitore, sa veten loqin, Barzet e lezen dhe driton dardisht. Soj, të lëmë në